Nga vitin në vit, në vend që të përmirësohej, situata e familjeve tona ka degradu në mënyrën më të turpshme të mundshme. Dhe kjo jo vetëm fal pa aftësisë në menaxhim të këtyre që pretendojnë qeverisin, por që në fakt janë një bandë kriminale, por edhe fal synimit të tyre, veprimeve të tyre që kanë synu vetëm grabitjen e miliona eurove nga xhepat e qytetarëve shqiptar dhe shkodran. Mjafton të hedhësh një sy fshatrave të njësisë administrative rrethina, shtëpia të tana, të boshatisuna, ose vetëm me pleq e plaka. Është e trisht të kontaktosh për ditë njerëz që alternativë të vetme gjenë punësimin në Maltëzi, se nuk gjenë asnjë zgjidhje, asnjë alternativë në vendin e tyre këtu në Shqipëri, në Shkodër. Është e trisht të shikosh se si ka hup shpresa tek të rinjtë e trejat, që çdo ditë mendojnë si mu largu. E pra kësaj situate duhet me ardh fundi. Dhe duhet një reagim qytetar. Rastin më të mirë e kena mas një jave, me 11 maj, duke i dhënë me votë atë çfarë meriton shkaktarëve të vërtet të kësaj situate. Dhe duke zgjell alternativen e vetme të Partisë Demokratike, të numrit 1 dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ka arsye pafund për të kontaktu çdo mik dashamirë të afërm ton dhe për t'i kërkuar mbështetjen, sepse i shkojmë ballhap me një program i cili synon të ndryshojë këtë realitet zymt, duke vënë urgjentisht në plan të parë ndërhyrje tek aspekti ekonomik. Jam i bindur që fal jush e kontributit tuaj, mbështetjes tuaj, ne do t'ja dalim që me 11 maj të fitojmë dhe ta kthejmë edhe një herë Shqipërinë në shilat e duhura.